Mirëdita, vijojmë me seancën plenare. Ju lutem zini vendet. Ju njoftoj se sot u zhvillua mbledhja e Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, i cili mori në shqyrtim projekt vendimin për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit numër 166, datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores së Kuvendit Republikës Shqipërisë të ndryshuar. Në këtë mbledhje nuk u arrit mirëkuptimi dhe anëtarët e Këshillit mbajtën 2 qëndrime të ndryshme të kundërta. Nëse dëshirojnë grupet, vazhdojmë me prezantimin e qëndrimeve të mbajtura në Këshillin për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin. Koha në dispozicion për secilin prej grupeve 10 minuta për të prezantuar raportin apo qëndrimin e mbajtur edhe në Këshillin e Mandateve. Për procedurë urdhroni. Po, zoti Bardhi, procedurë. Zoti Kryetar, ashtu siç edhe e shprehëm në mbledhjen e Këshillit të Rregullores dhe Mandateve në përputhje me Rregulloren e Kuvendit, ndryshimet në rregullore ndjekin të njëjtën procedurë që ndjekin projektligjet. Fakt që në fakt ju e pranuat sepse keni miratuar një vendim për shqyrtimi me procedurë të përshpejtuar të ndryshimeve në rregulloren e Kuvendit. Më lejoni t'ju sjell në vëmendjen tuaj që në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, konkretisht nenin 83.2, Kuvendi me kërkesë të Këshillit Ministrave ose 1/5 së të gjithë deputetëve mund të shqyrtojë dhe miratoj një projekt ligj, dhe në këtë rast ky projekt vendim barazohet me një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Pra, ajo që ju po tentoni të bëni sot në këtë seancë, a thua se Shqipëria është në gjendje lufte, pra mblidhemi në 10, mblidhemi prapë 12, pasi do mblidhemi prapë në orën 5, a thua se jemi në gjendje lufte, është tërësisht në shkeljet të Kushtetutës. Së dyti, ju dëgjova që i dhat kohën dhe po ndiqni një procedurë të parregulluar nga rregulloria e Kuvendit. Procedura që ju sapo cituat, pra që do duhet flas 10 minuta njëri dhe 10 minuta tjetri, është një procedurë që nuk parashikohet nga rregulloria. Ajo që parashikohet nga rregulloria e Kuvendit është procedura normale e projektligjeve. Ne duhet dëgjojmë fillimisht propozuesin e këtyre ndryshimeve në rregullore, kemi mundësi t'i bëjmë atij pyetje, siç thotë rregulloria, dhe më pas të hapni debatin parlamentar për ndryshimet në rregulloren e Kuvendit. Kjo është rregulloria e Kuvendit. Ju i përsëris, zoti kryetar, ju jeni aty për të garantuar zbatimin e Kushtetutës dhe zbatimin e rregullores. E keni nisur që në minutën tuaj të parë të ushtrimit të detyrës kryetarit me shkeljen e rregullores, me thirrjen e kësaj seance, dhe po tentoni të vijoni. Qytetarët do duhet dinë arsyet sepse po ndryshon rregulloria e Kuvendit. Nuk është motiv për ndryshuar rregulloren e Kuvendit që disa prej kolegëve të majorancës nuk ju gjet vend apo u zëvendësuan me anonim në Këshillin e Ministrave, e duhet i gjemi vend pune si kryetar komisionesh. S'kemi ku ta çojmë Fatmir Xhafën, e po miratojmë një komision të posaçëm që do na bëhet super komisioni që do mbikëqyri gjithë legjislacionin fuqi. Nuk funksion. Sa i përket procedurës lidhur me raportet, Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, siç e dini, këshillon pra nuk merr vendim, vendimin e merr seanca me shumicë absolute, si në çdo rast tjetër, siç rregulloria e parashikon, anëtarët e Këshillit, nëse nuk ka konsensus, kanë të drejtën të prezantojnë raportet, mund të jenë 1 apo 2 raporte. Kaq ishte e drejta apo fjala në dispozicion për të prezantuar raportin ku keni drejt të parashtoni, prezantoni edhe të gjithë argumentat tuaj kundër apo pro
sa i përket grupit parlamentar të Partisë Socialiste që është dhe propozuesi. Urdhroni. Zoti Byllbashi. Zoti kryetar, siç ju tha dhe kryetari i grupit, zoti Bardhi, nuk mundet niset as detyra juaj, as funksioni i këtij kuvendi në shkeljet e Kushtetutës. Kushtetuta është e hekurt, pra unë do të përsëris disa për kolegët këtu, disa për atyre gjërave që tham. Është e hekurt, nuk lejon hapësirë më pak se 7 ditë nga momenti i sotëm që është marrë vendimi për procedurën e përshpejtuar, që të fillojë shqyrtimi i saj. Pra nuk ekziston asnjë rretham, po dhe kur ekziston rretham, përsëri Kushtetuta nuk e njeh. Një kjo. Pra kjo është shkelja e parë e Kushtetutës. Dhe për këtë po ftoheni ju që të veproni. Shkelni Kushtetutën. E dyta, që është dhe më e rëndësishme, po janë të lidhura me njëra tjetrën. Rregulloria e kuvendit në 117 duke detyruar ndjekjen e të njëjtës procedurë për shqyrtimin e ligjeve, na detyron këtë kuvend dhe të parin ju që të ndiqni të gjithë procedurën mbi të gjitha një nga elementët thelbësor të shqyrtimit, që është debati publik në seancë. Se çfarë do të debatojnë në mënyrë individuale të gjithë deputetët është çështje tjetër, por është e drejtë e tyre dhe është element thelbësor që ne duhet bëjmë debat. Dhe kjo është shkelja tjetër e dytë edhe më e rëndë që bëhet në këtë çështje. Në qoftë se do të nxirrni këtu precedent të paligjshëm dhe antikushtetues, vlen 0. Por për ta përmbyllur do të them dhe do të thras edhe diçka në kujtesën e publikut, atë që ju tham dhe në mbledhje. Në rregulloria e kuvendit është një nga aktet legjislative të këtij kuvendi, rregullon punën tonë, rregullon hapësirat tona të përbashkëta, çfarë është e opozitës që duhet jetë e padiskutueshme, çfarë keni ndërmend të bëni ju e tjerë me radhë. Dhe këtë e bën duke e përcaktuar Kushtetuta që rregulloria është një ligj që ka shumicë, është një akt që ka shumicë të cilësuar, është me shumicë absolute. Është më e rëndësishme se shumica e ligjeve që do miratojmë në këtë legjislaturë. Tani po ju kujtoj diçka. Me kërkesë të komisionerit për zgjerimin, në vitin 2013 është ndërprerë seanca, është ndërprerë fushata zgjedhore për të miratuar rregulloren me konsensus, edhe pse 71 mandate kishte Partia Demokratike, vetëm që të garantohesh për hir të funksionimit demokratik të kuvendi konsensusi dhe ecja në përputhje me atë që është fryma që kërkojnë gjithë. Që ky parlament rregullat bazë t'i ketë me konsensus. Ka kërkuar fjalën në procedurë deputeti Sali Berisha. Të fillosh detyrën duke shkelmuar Kushtetutën, duke përjashtuar të gjitha hapësirat e përcaktuara nga Kushtetuta, damkos në mënyrë përfundimtare veten tënde. Tregon se nuk je gjë tjetër, vetëm një sekretar mjeran i kreut organizatës kriminale të Shqipërisë që ka emrin Edi Rama. Shkelmimi i Kushtetutës është shkelmim i vullnetit qytetarëve shqiptar të gjithë spektrit. Shkelmimi i Kushtetutës është një puç që i bëhet librit të shtetit. Vetëm e vetëm se ju doni me shpejtësi të lani duar si Pons Pilati pas krimit që kryeni. Si ka mundësi? A keni ju
Çfarë të thuash njerëz që lexojnë kushtetutën? A keti këshilltar që paguën të lexojnë ty kushtetutën dhe rregulloren e parlamentit, e cila për parlamentin është kushtetuta e parlamentit, është ligji më i rëndësishëm i vendit pas kushtetutës, për aq pesh sa ka parlamenti në jetën e shtetit dhe të vendit. Ky është një provokacion i ulët që ju bëni rendit kushtetues të vendit. Ky është një provokacion i ulët që ju i bëni qytetarëve të këtij vendi, që i bëni opozitës së këtij vendi. Akti turpshëm. Çfarë do thotë kjo mor? Çfarë keni ju kushtetutën? Statutin e partisë tuaj të krimit e keni atë që sillin këtë mënyrë? Prandaj dhe merr vendimin, mlidhi këshillat dhe të zbatohet kushtetuta. Të zbatohet kushtetuta. Ka kërkuar fjalën procedurë zoti Tauland Balla. Për raportin, jo për procedurë. Për raport. Jo procedurë. Për raport. Për procedurë Jorida Tabaku, zonja Jorida Tabaku. Javën e shkuar në nisje të këtij sesioni dhe kësaj legjislature ne të gjithë u betuam mbi këtë kushtetut. U betuam që do e zbatojmë këtë kushtetut dhe në seancën e parë të parlamentit ne e nisim me shkelje. Sesioni kaluar u mbyll përsëri në shkeljet kushtetutës. U mbyll me vendimet gjykatës kushtetuese të pazbatuara. U mbyll me hapësirën e opozitës të cënuar. U mbyll me një sjellje e cila e ngushtoi gjithmonë më shumë hapësirën e debatit parlamentar. Rregulloria e parlamentit kishte me të vërtetë nevojë të ndryshohet. Ka nevojë të ndryshohet me një debat të gjerë, se si mund t'i bëjmë deputetët më përgjegjës, se si mund të sjellim një ligj për konfliktin e interesit, se si mund t'i bëjmë deputetët më afër qytetarëve, si një paket e plot për duke përfshirë njëkohësisht edhe deputetët e opozitës edhe grupet parlamentare. Ndërkohë që ju në aktin e parë, si kryetar kuvendi, nisni një procedurë e cila, sipas kushtetutës, duhet zgjas jo më pak se një javë. Kolegët këtu, zoti Bardhi, zoti Bylykbashi, ju cituan nenin 83.2 të kushtetutës. Ne sot duhet kishim pas nevojë për një debat parlamentar se si mund të rrisim hapësirën e opozitës. Në një moment ku të gjitha hapësirat janë zënë, janë uzurpuar nga majoranca, dhe jo të bëjmë hapa pas. Struktura e re e komisioneve nuk reflekton as procesin e integrimit, nuk reflekton as përfaqësimin më të mirë dhe nuk reflekton njëkohësisht as prioritetet që ka sot Shqipëria. Është e panevojshme kjo që po bëni, po e nisni sesionin parlamentar, legjislaturën, detyrën tuaj, duke shkelur me dy këmbë rregullat e përbashkëta të lojës që duhet majoranca dhe opozita të bien dakord, dhe nga ana tjetër mburreni për procesin e integrimit. Procesi i integrimit në radhë parë është gjithëpërfshirja. Procesi i integrimit është dakordsi. Procesi i integrimit është njëkohësisht dhe zbatimi i rregullave. Çfarë vlere ka sa kapitu i hapën e mbyllën kur ti shkel kushtetutën pa nis parlamentin? Çfarë vlere ka se sa ligje përafrohen kur procedura e përshpejtuar nga përjashtim nga rregulli është kthyer në një rregull për këtë parlament? Parlamenti sot fatkeqësisht nuk reflekton vullnetin e shqiptarëve, kjo është e qartë. Po të paktën ju takon si kryetar kuvendi që t'jeni simbol i unitetit edhe i debatit në këtë parlament. Shkelja e kushtetutës dhe e rregullores pa nisur sesioni parlamentar vendos një njollë akoma dhe më të zezë mbi këtë parlament. Faleminderit. Zonja Erisa Xhixho ka kërkuar fjalën procedurë. I nderuar kryetar, në fakt gjithë ky diskutimi pa vend për një nga vendimet mendoj të rëndësishme të këtij parlamenti, siç janë ndryshimet e rregullores që nuk vinë nga kjo sallë, po vinë nga Asambleja e Partisë Socialiste dhe vinë në kundërshtim me kushtetutën. Siç u citua dhe pak më parë nga kolegët, të vim në këtë seancë parlamenti duke shkelur kushtetutën për cilën u betua para
një seance është pak të thuash se sa e turpshme dhe sa falso ka qenë gjitha i betim i deputetëve. Çfarë problemi ka që të diskutohet rregulloria e parlamentit, kushtetuta e parlamentit, në një ndryshim strukture që synon shkrirjen e Komisionit Integrimit, që ju e filluat në 2017 me shkrirjen e Ministrisë Integrimit, dhe më jepni një rast që opozita ka qenë destruktive apo ka penguar procesin e integrimit. Sepse të vish të shkrish një komision i cili merr një vlerë jetike në momentin që jemi, ndërkohë që mesazhi i këtij parlamenti do duhet ishte gjithë përfshirja jo vetëm e aktorëve politik, por e akademisë, e shoqërisë civile, e mediave, sepse nuk është vetëm tagër i qeverisë procesi i integrimit, gjithë ky diskutim për strukturën më të rëndësishme të kuvendit të kalojë në mënyrë të përshpejtuar dhe pa asnjë debat në parlament. Më thoni një vend të Bashkimit Evropian ku ne synojmë të antarësohemi që nuk ka debat për rregullat e një parlamenti. Që kështu unë kërkoj jo vetëm reflektim dhe tërheqje nga këto rregulla, por kjo është edhe një vijë dhe një qasje që ju keni, se kemi qenë në këtë parlament kur kemi diskutuar për komisionet parlamentare dhe komisionet hetimore për 6 muaj, si një tagër që na e kishte dhënë kushtetuta dhe ju me arrogancën e pushtetit 6 muaj e vonuat këtë gjë, por nuk do të mund të pengoni punën e kësaj opozite për të demaskuar korrupsionin dhe gjithë vjedhjet galopante që ju bëni. Kjo qasje për të kufizuar hapësirat e opozitës, për të kufizuar të gjitha mekanizmat që ajo ka për të ushtruar kontrollin parlamentar, është në fakt një përgjigje që ju jepni procesit integrimit evropian, që në vit të parë dhe të panegociueshme ka dialogun politik, ka kontrollin dhe balancën e pushteteve. Që kështu kryetar, ju ftoj të zbatoni kushtetutën dhe rregulloren dhe të tërhiqeni nga ky vendim i pa drejt. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën procedura ka kërkuar zoti Fatmir Mediu, më pas zoti Gent Strazimiri, më pas zoti Blendi Klosi. Dakord. Zoti kryetar, Dakord. mendoj që ky kuvend, gjithë secili deputet, duhet ta nisë punën duke menduar për autoritetin që duhet ketë kuvendi i Shqipërisë. Ne jemi në një republikë parlamentare kushtetuese, të paktën kështu pretendojmë, po për fatin e keq që jemi kthyer në një republikë kryeministrore, drejtërisht jetë një autokracie të dukshme dhe pushteti absolut pjell korrupsion absolut. Një korrupsion vjen nëpërmjet parave dhe korrupsionit, por ka dhe një korrupsion tjetër kur i vesh me një autoritet moral i cili nuk është në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, i cili pasaj të synon mënyrën e funksionimit të shtetit dhe të kuvendit të Shqipërisë. Historia e rregullores së kuvendit, zoti kryetar, ka qenë histori mirë kuptimi politik. Edhe për faktin sepse rregulloria e kuvendit ka të bëjë me marrëdhënien që ne krijojmë këtu në sallën e kuvendit me njëri tjetrin, pavarësisht nga diferencat dhe debatet që kemi. Dhe dua të kujtoj që kjo nuk është salla e vetme e këtij kuvendi, ka një histori tashmë 30 vjeçare, dhe kur është bërë rregulloria e kuvendit, kanë qenë 2 bashkëkryetarë cilët janë ulur me njëri tjetrin, zoti Ylli Bufi dhe zoti Fatos Beja, me përfshirjen e partnerëve, por dhe me përfshirjen e gjithë deputetëve të kuvendit për të marrë pjesë në ndërtimin e kësaj rregullore. Ndryshimi i anshëm i rregullores krijon një precedent jashtëzakonisht negativ, jo vetëm për ndryshuar komisionet, por për të krijuar pasaj edhe precedentin e ndryshimeve të rregullave të sjelljes në kuvendin e Shqipërisë në mënyrë të njëanshme. Prandaj mendoj që kjo shkelje që bëhet sot e kushtetutës për ta futur me procedurë të përshpejtuar, por fakti që kërkohet ndryshohet rregulloria në mënyrë të njëanshme edhe për konstituimin e komisioneve permanente parlamentare është një hap jashtëzakonisht i gabuar dhe duhet të rikthehet në diskutim të përbashkët të gjithë aktorëve politikë të këtij kuvendi për të pasur mirëkuptim për rolin dhe funksionimin e këtyre komisioneve dhe mënyrën e organizimit dhe funksionimit të kuvendit të Shqipërisë. Prandaj mendoj që është e domosdoshme që të tërhiqet sot ky vendim i juaj dhe të kthehemi në një funksionim normal pavarësisht nga diferencat që kemi. Europa që pretendohet këtu me zë të madh nuk është Europa e lëvizjeve të njëanshme, të qëllimshme për të kontrolluar si politikën, si institucionet, si ekonominë. Nuk është Europa një shteti autokratik, por është Europa një shteti demokratik,
Prandaj që ta kthejmë këtë parlament në funksionin që duhet gjejmë dhe rrugën e komunikimit ndërmjet vetë grupeve parlamentare dhe përfaqësuesve të këtij kuvendi. Faleminderit, zoti Strazimiri. Zoti kryetar, pak a shumë do t'ju përsëris ato që ju thash dhe në mbledhje të Këshillit Rregullores. Opinioni publik duhet ta di, sa po mbledhet kjo sallë e parlamentit, çdo deputet ka këto dy materiale në tryezë. Njëra është libri i shenjtë i shtetit, është kushtetuta, dhe e dyta, jo më pak e rëndësishme, është libri i shenjtë i kuvendit. Kryekleriku për të ruajtur këtë shenjtëri, jeni ju atje, për atë punë zgjidheni, për atë punë betonin emër të kushtetutës, fjalimin që sapo na e mbajtët pak ditë përpara e kishit për të respektuar pikërisht këtë. Dhe janë rregulla që përgjithsisht vendosen, jo për mazhorancën dhe për kartonat që ka, janë rregulla që vendosen garanci për opozitën dhe për balancimin e pushteteve. Na keni sjell sot një projekt vendim, cilin thoni e referoni tek neni 117 rregullores, i cilin vetvete të detyron, nuk ta jep si opsion luksi, të detyron, është detyrues, të ndjekësh rrugën e lismës legislative të projektit ligjeve dhe nuk bëhet fjalë për një nen të shkelur në 117. Referenca që të bën tek kreu nisma ligjore dhe janë minimalisht 9 nene nga nene 68 dhe nene 77 kushtetutës, të cilat përmbajnë 45 dispozita rregullatore se çfarë duhet bëjmë ne sot këtu. Nuk po shkelni një nen, po shkelni një kret të tërë të rregullores. Është një njoll që nuk duhet t'ja lini vetes. Në qoftë se mendoni se e kaloni pa lagur duke mos lejuar në këtë parlament të ketë debat si për çdo nisëm tjetër ligjore, mos mendoni se kjo është një çudi e radhë që do harrohet mas 3 ditëve. Na kujtuat sot ju i pari, që në vitin 2017 që ka mbledhur kuvendi me konsensus, pas ka miratuar një ndryshim të rregullores, në fakt një gjë fare të parëndësishme. Dhe keni drejt që ka qenë gabim. Mbi këtë gabim, nuk mund të bëjmë një gabim tjetër dhe një gabim tjetër dhe një gabim tjetër, madje për të ndryshuar të gjithë arkitekturën e funksionimit të kuvendit të Shqipërisë, duke bërë një ndërhyrje në rregullore krejtësisht të paligjshme. Është një përgjegjësi shumë e madhe që merrni sot, duke shkelur, siç u thash edhe një herë, 9 nene të rregullores, 45 dispozita brenda tyre. Mos e bëni këtë. Lejoni të vazhdoj, në fund fare kartonat i keni. Mos mendoni se opinioni publik nuk do të informohet për këtë që po bëni sot. Do të informohet gjithsesi. Është në nderin e këtij parlamenti që debati të zhvillohet tu, informimin opinioni publik ta marrë këtu. Dhe për këtë të detyron rregulloria, nuk ta lë si opsion luksi. Faleminderit. Faleminderit zoti Strazimiri, zoti Klosi përgatitet zoti Tritan Shehu dhe më pas zoti Belind Klliçi. Faleminderit kryetar. Në fakt kolegët që folën deri tani në përgjithësi janë kolegë me eksperiencë. E din shumë mirë që si funksionon parlamenti, e din shumë mirë si merren vendimet e parlamentit, e din historinë e këtij parlamenti në ditë edhe të ndryshme të këtij parlamenti, ashtu si e din shumë mirë që kjo mazhorancë ka ardhur me votën legjitime të qytetarëve shqiptar të 11 majit. Do të bëjë reformat e saj, do të bëjë të gjitha aksionet e saj për të shërbyer më mirë Shqipërisë. Kritikojnë që vendimi është marrë në Asamblenë e Partisë Socialiste. Nuk është e vërtet. Është bërë një diskutim për mënyrën se si do funksionojë jeta jonë parlamentare, për të përpyllur me ato që është objektivi ynë madhor. Në zgjedhjen e dolën me një fjalë të vetme. Brenda vitit 2027 do mbyllen negociatat. Sot ndodhi një nga këto hapa. Brenda vitit 2030 do ta gjizim Shqipërinë familjen e Bashkimit Evropian. Ky është objektivi ynë, ky është kërkesa jonë, ky është premtimi i madh para shqiptarëve. Në shërbim të atij vendimi, ne do të ecim shpejt. E thash që jemi deputet me eksperiencë. Nga eksperienca shumë gjëra s'ka ndryshuar, ama një gjë ka ndryshuar që e shikojnë dhe vetë. Janë reduktuar shumë. E kam parë se po i humbin këto rreshtat edhe të krahut tyre. Kemi qenë të barabartë në këtë sallë gjatë gjithë viteve. Po e humbin. Dhe tani që janë të humbur, i shikon të qeshur, i shikon të lumtur, i shikon se si merren, bëjnë tani të gjithë tifozin. Ndërkohë që merren me procedurë. Edhe gjëja që këta nuk e kuptojnë se si e thonë në emër të një opozite. Ajo që kërkojnë sot
nuk është të filloj shpejt jeta parlamentare, të bëjnë opozitën, të bëjnë ata që i kanë premtuar qytetarëve gjatë fushatës elektorale. Ajo që kërkojnë sotës, a ta shtyme edhe 10 ditë, se duam edhe 10 ditë diskutime, 10 ditë pushime. Janë këtu për përvajtësuar një pjesë jo të vogël qytetarëve shqiptarë. Të japin mendimet e tyre, të bëjnë atë çfarë duan, por ama duhet ta dim shumë mirë. Ne nuk kemi kohë për të humbur. Nuk i kemi as 7 ditë për të humbur, për diskutim të cilët e dim të gjithë rezultatet. Të vinë në komisione dhe të punojnë komisione. Shumë faleminderit. Hajde. Faleminderit. Zoti Sheu. Faleminderit. Pikërisht se kam shumë eksperiencë, po ju them që ju po bëni grusht kushtetues. Ju po shkatroni kushtetutën. Ju po vini Shqipërinë mbi baza antikushtetuese. Ndodhi kjo gjë me dekretin e para pak ditësh për kryeministrin, ishte një dekret antikushtetues, krejtësisht antikushtetues, dhe po vazhdoni përsëri duke shkelur kushtetutën. Nuk ecet përpara drejt Europës duke shkelur kushtetutën. Ta dini mirë të punë. Nuk vrapohet duke shkelur kushtetutën. Përkundrazi, nëse doni të shkojmë në Europë, duhet të respektojmë si të shenjë kushtetutën. Sepse ajo pikrisht është dokumenti që garanton ato të drejta që teorikisht duhet kemi sot dhe në këtë parlament. Mos u fshini si struci, duke futur kokën në rrër. Mos zbatoni urdhrat autokratit, i cili do të fusi vendin në një autokraci diktatoriale. Kushtetuta të prekësh kushtetutën nuk do thotë të ndihmosh vendin, të shkatrosh vendin do thotë. Afatet kohore, çdo gjë që është vënë, janë vënë me parimin e principeve të ndaja. Pavarësisht kush ka qenë dakord apo kush ka qenë dakord me atë kushtetutë. Kjo duhet respektuar. Dhe nuk mund ta përkëmbësh këtë. Aq më shumë ka dhe një parim tjetër në këtë parlament. Të domosdoshëm veçanërisht tash. Mbas asaj që ndodhi me masakrën zgjedhore të 11 majit. Kompromisi. Çdo gjë që është bërë deri më sot në rregullorin e parlamentit, pavarësisht se ka qenë numrat, është bërë me kompromis. Janë bërë së bashku. Ju po shkeni kushtetutën, po shkeni dhe po hidhni poshtë në plera. Dhe faktorin e qenë së bashku sot, ajsa mund t'jemi këtu, të kompromisit për të ndërtuar ato dokumenta që drejtojnë të parlamentit, që nuk është parlamenti PS-sht i shtat juve. Nuk është parlamenti i autokratit, por është parlamenti i Shqipërisë, pavarësisht nga numrat që ka sot këtu. Prandaj jeni të detyruar të respektoni rregullat e lojës. Nëse doni të shkoni në Europë. Thatë sot që kemi hapur negociatat, erdhi Europa. Unë ju them, nuk shkohet në Europë kur hapen kapitujt, shkohet në Europë kur mbyllen kapitujt. Dhe kapitujt janë kohë të mbyllur. Ka vende të tjera, ju kujtoj tashti, që kanë 30 vjet kanë hapur kapitujt. Por ku janë sot? Janë jashtë liste. Pse? Sepse degraduan në demokracinë e tyre. Shkuan në autokracinë e tyre. Prandaj nuk është indeks hapja e kapitujve. Është mbyllja e kapitujve. Ai tregon kur jemi në Europë. Dhe ne unë siguroj që me këtë rrugë që ne marr, ne po degradojmë demokracinë. Ne po largohemi nga Europa. Dhe këto kapituj do ngelin teorikisht thjesht në një sirtar dhe asgjë më shumë. Prandaj keni kujdes. Ktheuni nga kjo rrugë shkatru. Zoti Klliçi. Nderuar kryetari i seancës, në vijim të fjalës kolegëve, më bën përshtypje kjo nevoje juaja për të kufizuar edhe kolegët dhe antarët e partisë tuaj, për të mbrojtur dhe për të kërkuar edhe më shumë hapësira për veten. Më bën përshtypje që ju shkelni konsensusin e vendosur në këtë sallë për 3 dekada, kur vjen puna ke diskutimi çështjes rregullore të kuvendit, dhe nuk i jepni hapësirën as kolegëve tuaj për të diskutuar për arkitekturën e re të komisioneve të përkohshme parlamentare, por as opozitës për të bërë propozimet e saj. Unë personalisht e kam të pamundur që të votoj pro ndryshimit të saj rregullorie, për sa kohë aty nuk shoh një komision të domosdoshëm të marrëdhënieve me kartelet e drogës dhe me grupet e strukturuara kriminale, i cili do duhet të jetë në fakt një komision një partjak, dhe ku ju po i hyni në hak
antarëve dhe kolegëve tuaj përfaqësuesve ekselent dhe denj të bandave qarkut Elbasan, të bandave qarkut Durrës, të bandave qarkut Shkodër, të bandave qarkut Tiranë. Ju po ishni të drejtën Nesti Angonit që i keni në grup parlamentar që t'jetë kryetari një komisionit përhershëm parlamentar. Kështu që, zoti kryetari i seancës, për ta kaluar këtë çështje në heshtje dhe me forcën e kartonave, ju e dini mjaft mirë që ju kartonat i keni. Por mos mendoni se kjo çështje nuk do të jetë pjesë e debatit publik, e informimit qytetarëve dhe e llogaridhënies para qytetarëve shqiptar. Ajo që ju po bëni sot është thjesht përdorimi i atyre ulseve që keni marrë përmes bashkëpunimit ekselent që keni si forcë politike me krimin e organizuar dhe me grupet e strukturuara kriminale dhe po tentoni t'i mbyllni gojën opozitës. Të jeni të bindur që ky debat do të vijojë. Mund të mbetemi me të vërtet i vetmi kryetar kuvendi që do të miratoj dhe do të çojë përpara ndryshimin e rregullores kuvendit në mënyrë të njëanshme dhe do të mbajeni mend që keni prishur konsensusin e vendosur, e them edhe një herë, që nga parlamenti i parë i postdiktaturës, por ju siguroj që në këtë rast nuk po i ngushtoni hapësirat vetëm deputetëve të opozitës, por po i hynin hak kolegëve tuaj të mazhorancës. Nuk mundet bashkëpunëtorët e krimit të organizuar në këtë sallë të mos kenë mundësinë të flasin në një komision përhershëm për këto marrëdhënie. Ju po shpilloni, jam brenda procedurës. Nuk doja të ndërprisja fjalën se është fjala e parë në këtë kuvend, po ju lutem. Patjetër. Flisni vetëm procedurës zbatimit të rregullores. Po procedurë sepse mendoj që ky është komisioni më i rëndësishëm dhe që prevalon mbi çdo komision ku mund të ketë antar të Partisë Socialiste. Nuk mund të leni përfaqësuesit e grupeve kriminale në Partinë Socialiste të mos jenë përfaqësuar në një komision të përhershëm, të posaçëm dhe një partjak. Faleminderit. Zoti Blendi Himçi, më pas zonja Albana Vokshi. Faleminderit drejtues i seancës plenare. Faktikisht, shpreh keqardhjen time që ta nisni me shkeljet kushtetutës për arsye sepse duke qenë jurist dhe pedagog i të drejtës kushtetuese, po ju vëm vëmendje në 83 të paragrafit 3 i nderuar, ku flitet për ligjet të cilët përjashtohen nga rastet e procedurës përshpejtuar. Dhe një nga këto është, nëse e shikon në korrelacion me nenin 81 të kushtetutës, në paragrafin e 2.a, thuhet që për ligjet për funksionimin, konkretisht ligjet për organizimin dhe funksionimin e institucioneve të parashikuar nga kushtetuta, përjashtohen nga procedura e përshpejtuar. Tani, nëse juve do bëni shkelje haptas ku ta ka thënë në mënyrë eksplicite kushtetuta, që cilët nuk hyhet me procedurë të përshpejtuar, sigurisht ju keni mazhorancën, sigurisht ju keni votat për ta miratuar këtë, por ka edhe një organ më të lartë që është gjykata kushtetuese dhe do rikthehemi përsëri këtu për ta rishqyrtuar në procedurë të rregullt. Do ta kërkoja që mos e nisni me shkeljet kushtetutës. Ju faleminderit. Faleminderit. Zonja Vokshi. Më pas zoti Balliu, Lëviz Balliu. Faleminderit zoti kryetar. Në një narkoregjim i pari dhe i vetmi në Europë, si ky jone, në një narkoparlament ku bandat kanë përfaqësues të tyre mbi 20 deputet, në një mbi 20, pra, në një vend ku kryeministri ka mbledhur të gjitha pushtetet, ka më shumë pushtet se sa kishte Enver Hoxha, diktatori i fundit i Shqipërisë, ka mbi 95% të gjitha pushteteve që i ka në duart e tij dhe i kontrollon. Parlamenti është si një oazë ku ka edhe opozit. Ndaj ajo që neve po kërkojmë është gjithëpërfshirja dhe nuk e kërkojmë ne, po është kusht, është e detyrueshme. Edhe në procesin e integrimit, për çfarë ka shkuar e po vërtet Edi Rama sot që kemi hapur 4 kapitujt, ku në klasterin e parë janë kriteret politike, është pikërisht funksionimi, mirë funksionimi i parlamentit, është gjithë përfshirja, edhe opozita duhet përfshirë,
Po çfarë mashtrimi na bëni neve që pas ka pasur një grup pune? Ku është grupi punës? Ka qenë tek zyrat e PS-s? Sepse neve asnjëri prej nesh nuk ka qenë. Na jepni emrat e grupit punës, që të shohim se kush ka marrë pjesë në këto ndryshime që juve i propozoni. Pse i fshifni? Na jepni të shohim kush i ka bërë këto propozime. A ka thënë gjë sot kryeministrit me ato kolegët e tij që e ka shkrirë Komisionin e Integrimit, ja ka hequr edhe opozitës mundësinë për t'u përfshirë drejt për drejt në procesin e integrimit, po pse kishit kaq frikë nga opozita që e hoqët? Në asnjë vend në këtë proces, në këtë fazë të një procesi të integrimit, asnjë vend i rajonit nuk e ka të shkrirë Komisionin e Integrimit, përkundrazi. Ashtu sikur se keni bërë me drejtoritë e ndryshme, ashtu si keni bërë me ministritë që e shkrit Ministrinë e Integrimit para disa vjetësh, tani po shkrini edhe Komisionin e Integrimit. Kush është mesazhi që po i çoni Parlamentit Evropian, Komisionit Evropian? Kush është mesazhi që po i çoni gjithë krerëve të shteteve të Bashkimit Evropian? Po i thoni vetëm që bandat do jenë ato që do prevalojnë. Përmendni 2017-ën, një mashtrim tjetër. 2017-a kishte marrëveshje. Kur ka konsensus, atëherë ajo prevalon si marrëveshje. Po kur nuk ka konsensus si ç'është kjo, atëherë duhet detyrimisht të respektoni këto dy libra që na i keni vënë sot mbi tavolinë, rregullore dhe kushtetut. Atëherë unë ju kërkoj, zoti kryetar, të rhiqeni, futeni procedurën në shina kushtetuese, futeni parlamentin në shina kushtetuese. Faleminderit zonja Vokshi, zoti Balliu. Më pas zonja Ina Zhupa. Po. Unë nuk e kuptoj se cila është arsyeja dhe pse duhet që të shkelet kushtetuta në interes të një presupozohet integrimit Shqipërisë duke hequr integrimin. Unë nuk e di si mund të integrohemi nëse ne heqim nga puna e kuvendit Komisionin e Integrimit ku duhen shqyrtuar pikërisht ato çështje. Komision të jashtëm ka patur gjithmonë. Është vënë Komisioni i Integrimit pikërisht për të marrë në mënyrë më të fortë, më të pastër me çështjen e integrimit të Shqipërisë. Aty mund të diskutohet se pavarësisht lojrave që flasin se do integrohemi në Shqipëri, do integrojmë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, aty mund diskutohen dhe fondet IPART, të cilat janë integruar në xhepin e Edi Ramës dhe nuk shkuan në bujqësi, dhe prandaj Bashkimi Evropian nuk na jep fonde, e jo më të integrohemi në Bashkimin Evropian. Po ju nuk e doni atë, dhe prandaj shkelni edhe kushtetutën. Pak ditë më pare bët, u betuam gjithë, kushtetuta, ju mbajtët 2 orë fjalim, kushtetuta, vjen puna për të respektuar kustetutën, kemi hallin që na ka thënë Suel Qela, Troplini, Ajrat, Bajrat dhe gjithë ata që kanë shtuar këto karrike këtu. Se themi janë shtuar karriket, po janë shtuar dhe bandat bashkë me ju. Mos shkelni gjuhën e lejuar parlamentare që ndroni brenda procedurës. Kjo është gjua më e denjë e këtij parlamenti. Se dje kur mbajtët fjalimin aty, ju tregova foton tuaj, tani zgjidhni, o respektoni kushtetutën, o respektoni Klodian Zotën. Fondet IPART ikën pikërisht tek ai që ishit ju në foton në Itali. Tek ai ikën ato fondet IPART që ju doni të bëni integrimin. Dilni nga procedura. Kjo është procedura është. Kjo është procedura, nuk ka gjë më të rëndësishme në këtë procedurë se sa të respektosh kushtetutën. Ju keni mundësinë zotëri të zgjidhni. E keni filluar me turp, duke mohuar të drejtën për të mbajtur 1 minutë heshtje këtu për Azem Ajdarin dhe për Charlie Kirk. E filluat me turp, tani mos e vazhdoni me turp duke shkatruar edhe kustetutën. Për çfarë po kërkon opozita? Një konsensus, një diskutim. Unë se kuptoj këta deputetët që keni këtu kolegët tuaj, nuk kanë një mendim ta? Apo çfarë thonë bëjnë? Ne kemi disa mendime, ne kemi disa propozime. Të mirat këqija hajde ti debatojmë. Po ç'është kjo, mbylleni shpejt parlamentin, e tikim shtëpi, e të vjedhim në një lek tjetër. Qoftë me fondet IPART dhe qoftë me tjerat. Nuk integrohet Shqipëria në këtë formë. Në qoftë se ne nuk i marrim seriozisht këto çështje, ky vend është as i PD-s, as i PS-s. Është i gjithëve. Fëmijë kanë gjithë, qoftë se nuk i marrim me sinqeritet dhe duke respektuar ligjet, rregullat dhe mbi të gjitha kushtetutën e vendit, atëherë thujini njerëzve që ne këtu jemi në shërbim Suel Qelës, Xhevdet Troplinit, Xhap Bavve dhe merruni me ata dhe mos u betoni më te kushtetuta. Faleminderit zonja Ina Zhupa.
Faleminderit. Në fakt, kur dëgjova sekretarin tuaj të përgjithshëm, e pash që kishte vjedhur shpreh nga veprat e Enver Hoxhës, që thoshte pse ligjet tona do na ndalojnë ne, edhe ju jeni me këtë logjikën që pse rregulloria jon do na ndalojnë ne. Ato 10 ditë nuk i kërkojmë ne. Ato 10 ditë janë pjesë e rregullores së kuvendit. Është për të bërë procedura sipas asaj që kërkon kushtetuta dhe rregulloria. Nëse keni ardhur këtu me bindjen që 83 kartona i keni dhe mund t'i shfrytëzoni për të bërë çfarë të doni, atëherë siç i prezantuat ndryshimet në Asamblenë e Partisë Socialiste pa pyetur dhe pa u hapur akoma kuvendi, mund edhe t'i kishit votuar në Asamblenë e Partisë Socialiste, me qenë se 83 kartonat i kishit atje dhe s'kishit pse ndryshonit sallën fare. Por kur vini në kuvend dhe kur jemi në këtë sallë, kemi disa rregullat përbashkëta, që është rregulloria e kuvendit dhe kushtetuta e Shqipërisë. Dhe ju i pari si kryetari i kuvendit dhe gjithë ne do duhet zbatojmë atë që u betuam vetëm 48 orë më përpara, që ta zbatojmë Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Janë 9 nenet rregullores që shkelet me këtë që ju thoni. Pra ju keni zgjedhur që jo vetëm substancialisht mos pyesni opozitën dhe mos diskutoni në thelb, por as procedurën të cilën s'ke nevojë ta pyesni neve, mjafton të lexoni rregulloren e kuvendit, as atë mos ta zbatoni. Pra keni ndërmend që gjykata kushtetuese t'ju rrëzoj përsëri, siç ju rrëzoi ndryshimet e njëanshme që bëhet në rregulloren e kuvendit kur opozita protestonte po për drejtat e saj, dhe nuk e keni as me seriozitet, as procesin e integrimit, se ndryshe do ta dini që aja e procesit integrimit është zbatimi i kushtetutës së një vendi dhe të rregullores së një vendi. Më gjeni një seancë të Parlamentit Evropian që njëri krah apo njëri grup apo grupi i Partive Popullore Europiane të mos zbatoj rregullat e përbashkëta që kanë atje, të mos zbatoj rregulloren e atij parlamenti dhe të katandiset kështu siç katandiseni ju këtu, që brenda 2 orësh doni të kaloni gjithçka me shpejtësi si noterët perfekt të një kryeministri i cili ndjek vetëm interesin e tij personal. Shumë faleminderit. Faleminderit, zoti Luciano Boçi, më pas zoti Vangel Dule dhe pastaj zoti Taulant Balla për të prezantuar raportin. Faleminderit. Po, faleminderit kryetar, unë dua ta vazhdoj aty ku e lau Erti, që përmendi rastin e 2013-s. Mos harrojmë që miratimi i rregullores kuvendit me konsensus, për shkak përvojës, po e them këtë, ka qenë një ndër 5 kushtet e marrjes statusit vendit kandidat. Dhe janë po ata përfaqësues Bashkimit Evropian që sot na vëzhgojnë ne, se si ka mundësi të ndryshojnë ata rregullat e lojës, kur për marrjen e statusit e vendosën si kusht të gjë dhe sot që hapen kapitujt, ky paskaron si kusht dhe këtë kusht e rrëzoni ju me një akt poshtër, anti-kushtetues, sepse kjo shkelja kushtetutës është bërë normë, jo vetëm këtu në parlament, është bërë normë nga kryeministri, i cili anatemon me statuse personale, me emra personal, gjyqtarët, sistemin e drejtësisë, dhe ju nuk reagoni, ju mbrojtësit e kushtetutës, ju betuesit me zë të fortë kushtetutës. Dhe jo vetëm akti është i poshtër, u argumentua nga kolegët e mi, por dhe qëllimi këtu është i poshtër. Si mo, dilni aty, bëni ironi dhe cinizëm, dhe thoni i kemi dhënë opozitës më shumë komisione, se bët atë 7 e bët meme, po se mund thuash që 4 në 11 që e ka më shumë se 3 në 8. A dini matematik? Jo dini, sepse këtu ka dhe që kanë mbaruar matematike, kanë qenë ministra madje, habitem si nuk reagojnë për këtë lloj gabimi që të bëhet meme. Dhe kjo Shqipëria përbashkët që këta e duan shumë dhe ne se dashkemi. Si që ka e ndërtuar e tillë mbi këtë dashuri kur ti shkel dokumentin themelor. Dhe si mund thohet me paturpsi që i kemi dhënë më shumë opozitës. Kur i hiqni Komisionin e Integrimit, u tha nga kolegët,
nga vendet e Ballkanit Perëndimor asnjë nuk e ka hequr. Bët krahasimin me Bundestagun, asnjë vend i BE-s nuk e ka detyrim ta ketë një komision tillë. Shqipëria e ka Malizi ka 10 vite që ka hapur dhe ka çelur negociatat. Dhe kur vjen puna e ka një komision tillë. Dhe në fund fare po hiqeni fare këtë kushtetutën, se ka qenë një lider i Turkmenistanit, Naziev, ka shpikur atë librin ideologjik, se i kishte edhe me teknologji, jo me inteligencë artificiale, se do e bëj tani, dhe e kishte vendosur në mes kryeqytetit, dhe njerëzit ndiqnin udhëzimet e atij, ideologjike, emocionale, personale, sepse Shqipëria kështu po bëhet. Shqipëria me aktin e sotëm nuk është e Faleminderit, zoti Dule, pas zoti Balla. I nderuar kryetari i seancës, e keni futur zhvillimin e këtij debati në një terren jashtëzakonisht të rëshqitshëm. Dhe nuk e kuptoj se përse kolegët e opozitës vazhdojnë që të marrin pjesë në një debat i cili nuk është i lejueshëm në këtë sallë. Sigurisht që është i lejueshëm të diskutojmë sa komisione mund të ketë Parlamenti i Republikës së Shqipërisë, sa antar mund të ketë dhe kështu me radhë. Por nuk e kemi të drejtën zotërinj, as juve i këtë drejtoni një seancë dhe as unë dhe as një prej 139 kolegëve të tjerë të dhëmë në dyshim nëse kushtetuta respektohet apo nuk respektohet. Është taksative, jemi të detyruar, bëhet fjalë për kushtetut dhe deri në momentin që nuk e kemi ndryshuar, nenin 83.3, nenin 81.2, nuk kemi të drejtë të bëjmë të debat që po zhvillojmë deri në momentet që po flasim. Nuk ka debat, nuk mund të ketë debat në qoftë se duam ta quajmë veten si organ parlament dhe veten ton parlamentar. Ju faleminderit. Faleminderit. Zoti Balla për të prezantuar raportin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe qëndrimin e mbajtur nga përfaqësuesit e tij në Këshillin e Mandateve dhe të rregullores. Faleminderit, zoti kryetari i Kuvendit. I dëgjuam me shumë vëmendje të gjitha diskutimet e kolegëve përfaqësues të Partisë Demokratike në Këshillin për Rregullor Mandatet dhe Imunitetin, sikurse i dëgjuam me shumë vëmendje të gjitha ndërhyrjet e përfituara nga hilja e Ninit 50 rregullores për replik, edhe pse dim gjithë që apo për procedurë, sepse vërteta është tërësisht ndryshe. Ne jemi shumë dakord që ju nuk jeni dakord për të rënë dakord me ne. Ne dim fare mirë sikur gjithçka të kishim sjell ne këtu, që të them të drejtën, ka pas marrë mirëkuptimin tuaj 4 vite më parë, hapini proces verbalet e konferencës kryetarëve kur e kemi iniciuar për herë të parë këtë çështje. Aso kohë ishte zoti Rushaj, kryetar i grupit parlamentar, dhe folëm për domosdoshmërinë e një qasje të re të Kuvendit e një ndryshimi që Kuvendi duhet ketë në formësimin e komisioneve, në ndarjen e detyrave, në nevojën për t'i kthyer komisionet në salla pune e pa imagjinueshme, komisioni i ligjeve me 26 antar. Ka vende që me 40 kanë parlamentin. Ne kishim komision e ligje me 26 antar, imagjinoni çfarë pune mund të bëhet aty. Por nuk është kjo. I dëgjova me vëmendje edhe diskutimet tani, dhe di si thoni ju thoni, kur ne jemi dakord, kushtetuta mund shkelet, ose shkelja nuk është antikushtetuese. Dhe dëgjova një deputet tu që ka firmosur proces verbalin në 2017, kur në 14 shtator 2017 aty ulej kryetari i atëhershëm ose drejtori i atëhershëm i Partisë Demokratike me kërkesë të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, brenda të njëjtës ditë u depozitua propozimi për ndryshimin e nenin e 20,
brenda të njëjtës ditë ngritëm Këshillin e Mandateve Rregullores, e shqyrtuam, e votuam ndryshimin e nenit 20. Tani, kur po ndryshojmë nenin në 19, dhe ne kemi ardhur jo të plagosur, po të lodhur fare nga 11 maj, tani ne kjo është antikushtetuese, kjo është në shkeljet rregullores, jo, kolegë deputet. As kryetari i kuvendit, as unë si kryetari i grupit, dhe as kjo mazhorancë nuk do të bëj asnjë hap, asnjëherë nëse ka bindjen që këtu ka shkelje. Këtu s'ka asnjë shkelje. Këtu ka një praktikë konsoliduar parlamentare, por mbi të gjitha, ne jemi në një fazë të kuvendit që parashikohet në kapitujt 3 dhe 4 të rregullores kuvendit që jemi në fazën e konstituimit. Ne nuk e kemi mbyllur ende konstituimin e organeve të kuvendit. Na duhet domosdoshmërisht që sot përmbyllim kryesitë e komisioneve, që nesër të shkojmë te konferenca e kryetarëve dhe më pas të kemi përfunduar gjatë javës tjetër edhe plotësimin e gjithë institucioneve të rëndësishme të këtij kuvendi. E prandaj, ne nuk mund të bëjmë teatr, as ne këtu, dhe nuk ju lejohet as ju të bëni më këtë teatrin që e dini pse nuk jeni dakord. Nuk jeni dakord, ju s'keni punë fare me këtë çështje, ju s'jeni dakord që kshu ju është thënë mos më qenë dakord. Por ne kemi përgjegjësi. Jemi votuar, e tha kolegu im, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste, zoti Klosi, e tha shumë qartë, ne jemi votuar për këtë agjendë. Kemi marrë një mandat që ta mbyllim në 2029 antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Përpasoj, Shqipëria në Bashkimin Evropian ka nevojë për një kuvend që e përqas agjendën e vetë të punës me kapitujt e marrëveshjes së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Prandaj, na duhet që sot të votojmë të gjitha ato komisione për të cilat kemi sjellë si propozim, Kuvendi i Shqipërisë ta organizojë punën e vet në 11 komisione, Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, Komisioni për çështje ligjore dhe administratën publike, Komisioni për çështjet e brendshme dhe mbrojtjen, Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet, Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale, Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm, Komisioni për Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik, Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural, Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe më në fund Komisioni të ketë punë vetë diasporën, Komisioni për Europën dhe punë të jashtme, Komisioni për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale. Tani dëgjova pafund. Keni shkrirë Komisionin e Integrimit? Nuk e kemi shkrirë Komisionin e Integrimit. Përkundrazi. Sot e 20 vite më parë, në këtë sallë kemi pasur një rregull, po ta mbaroj, se ti e fundit që flet për integrimin duhet jesh ti, po çështje tjetër. Do kemi kohë të flasim. Kemi pasur një nen të rregullore, një turp i madh, që thoshte që kur je antar i Komisionit të Integrimit, nuk quhesh antar, mund të jesh ku dush edhe vend tjetër. Do me thënë që është një komision i dorës dytë që edhe je dhe s'je. Ndërkohë që do shkrihet ai nen sot, do shkrihet. Do ta shkrim atë nenin sot. Dhe ne po i japim, është pika 3 nenit 19, helbet edhe do mësoni. Dhe është shumë e qartë që ne jo po e shkrim, po e ngrem në nivelin më të lartë që ky komision ka që nga 2005 kur u ngrit për herë të parë. Janari 2005 ka qenë propozimi i deputetit Ilir Zela, aso kohë. Dhe me qenë se e thoni dorës dytë, jam edhe deputeti më i gjatë i këtij komisioni në të këto 20 vite. Me i ndërprerje të shkurtër 2 vite, 2023, 2024, 2025. Dhe këtij komisioni tani do t'i japim peshën që takon. Partia Socialiste e Shqipërisë, Europën dhe punët e jashtme i shef bashkë.
ju ndoshta këto dyja i shihni veç e veç. Sepse edhe fushata e fundit tregoi që ne kishim dy qasje të kundërta. Ne kishim një qasje kur Europën e kishim në qendër të vëmendjes tonë dhe të objektivit tonë, ju Europën nuk e përmendet, madje edhe diskutimet e sotme treguat që ne kemi pritshmëri të ndryshme. Pritshmëritë e kësaj sallës ose kësaj pjesë së sallës këtu që i mbyllim negociatat brenda 2029, edhe Marta Kos, edhe Ursula von der Leyen, edhe Antonio Costa mendojnë si ne. Madje edhe një mik i vyer si Manfred Weber mendon si ne. Kryetari, presidenti i grupit i IPP-s, ju mendoni ndryshe. Tani ti sishe këtu në mars të 2025-s, ti sishe këtu. Ne u a tham çdo thoni ju. Edhe ju kështu do thoni edhe në shtator të 2029-s. Një lloj, nuk ndryshoni ju. Dhe pastaj fajin ua kemi ne. Prandaj zoti kryetari i kuvendit në respekt edhe të rregullores kuvendit, edhe të praktikës së konsoliduar të këtij kuvendi sa i përket vendimeve, rregulloria është një vendim i rëndësishëm, ndër më të rëndësishmit, por është kompetencë e plot e sallës kuvendit për të vendosur. Ftoj në respekt sa rregullore të kalojmë në votim në mënyrë që t'i hapim rrugë konstituimit të plot të organeve të kuvendit. Faleminderit gjithëve, na vaf mbar dhe herë. Faleminderit. Nga opozita do ta prezantoj dikush raportin? Po. Produkt i farsës më të shëmtuar elektorale në historinë e Shqipërisë nga viti 19 deri sot, pjell e karteleve të drogës dhe organizatave kriminale nuk mund të kishit kur fillim tjetër përveç se këti që nisët sot, duke i shpallur armiqësi dhe luftë të plot. Mbi të gjitha kushtetutës së vendit, librit themelor, por që për ju ka kohë, që është një letër e vdekur e zëvendësuar nga njëri parte këtij fundit nga kodi i mafjes, i drogës dhe i vjedhjes, edhe i bigjozit. Nuk ka fillim me armiqësor ndaj qytetarëve shqiptar që presin që kanë këtë libër si mburojnë e tyre, si mburojnë të drejtave të tyre, të dignitetit tyre, të lirive të tyre, dhe që ju sot në një garë të turpshme e shkelmoni atë publikisht, e përdhunoni atë publikisht në parlament me një sadizëm tipik të narkokriminelve. Asgjë s'u pengon ju të kryeni këtë krim të shëmtuar, të shkelmoni kushtetutën e cila ka përcaktuar qartë në nenin 83.2, kuvendi me kërkesë të Këshillit të Ministrave ose të 1/5 të gjithë deputetëve mund të shqyrtojë të miratoj
një projekt ligj me procedurë të përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Kurse ata që kanë qenë këtu para jush në rregulloren e funksionimit të parlamentit kanë votuar se për shqyrtimin e propozimeve për ndryshim në rregulloreve ndiqet procedura e parashikuar për shqyrtimin e projekt ligjeve. Po ju s'keni as ligj, as kushtetut, as moral. Ju sili këtu para kamerave, para publikut si një band me rregullat e mafjes. Ju dëgjova të përmendni precedentin, po mashtroni publikun, po mashtroni pa turp. Precedenti ishte konsensus. Po, ishte, por ishte konsensus. Sot nuk ka konsensus. Sot ka një qëndrim. Kërkohet të zbatohet kushtetuta. Kërkohet kjo, ne dim shumë mirë, se këto ndryshime do votohen, se këto ndryshime do ndodhin, por kërkohet për të gjitha ata miliona shqiptarë që duhet të kenë kushtetutën, librin, mburojnë e tyre nga një shtet, nga abuziteti, por që për ju, kjo është një prostitut dhe s'ka as një vlerë. Që e keni, e kaloni nash një shpel mafje, një shpel tjetër mafje. Qarë kulturë keni ju morë? Qarë morali, qëfar leximi? Po keni turpa më të apjo. Të lexoni ligjet në këtë mënyrë. Kur nuk lejon kushtetuta. Mashtroni me precedentin, që ishte konsensus. Po s'ka konsensus. Ata që përfaqësojnë. Po ju s'ki njifti këto, se nga erdhën, nga buruan mandatet tuaja. Mandatet tuaja buruan nga blerja masive e votave. Mandatet tuaja buruan nga policia politike, terroristët elektoral. Mandatet tuaja buruan nga censura dhe kontrolli plot i 90% të medjave. Mandatet tuaja erdhen nga përdorimi 1 miliard eurove në kundërshtim me këtë libër dhe me çdo rregull për të kontrolluar zgjedhjet. Mandatet tuaja buruan nga miliardat e Francopjas, miliardat e Suelçens, miliardat e Shytve, miliardat e Troplinve, miliardat e Bajrve, nga lumejt e parave të krimit që vërshojnë mbi Shqipërinë. Ku mund të pranoni ju ligj dhe kushtetut? Ju të merrohi nga ligji dhe kushtetuta. Të merrohi. Dhe në këtë qëndron fakti se ju nuk pranoni të zbatoni rregullin më elementar. Ndaj dhe të kanë vu ty aty. Se je i sojt të tyre. Po nuk është rasti të merrem me individ sot, se do merremi me individ dhe thellësisht. Sepse ju garantoj se shumica juaj duhet ishte ku? Atje ku është
Shullazi, atje ku është Bari Bajri, atje ku janë miqtuj, atje keni vendin. Por dhe një gjë duhet të them, e përmend Brukselin sot. E vërteta është që ajo datë është caktuar 4 muaj para. Por dhe unë jem këtu për të betuar në këtë kushtetutë dhe para shqiptarve, se do bëjmë gjithë shka, t'ja u qerim masken, para shqiptarve, para europianve dhe para botës. Të tregojmë se çfarë rreziku paqisni ju për shqiptarët, se çfarë rreziku jeni ju për Ballkanin, se çfarë rreziku jeni ju për Europën, se çfarë rreziku jeni ju për Shtetet e Bashkuara. 3 ditë më parë u erdhi mesazhi, po e ka përsyet. Mesazhi ishte i qartë, se ata miq tuaj, dëgjojeni pak, s'po u përmend këtu me emra, ata tregtojnë, negociojnë me organizata terroriste të deklaruar nga Donald Trump në Amerikën Latine. E ndëgjuat ju këta apo jo? Po kush janë ata miq tuaj? Jeni ju. Sa ata miq tuaj, po të mos i mbronit ju, po të mos i mbulonit ju, ata ishin të gjithë në burgje. Po të mos i mbronit ju me dumanin tuaj, ata ishin të gjithë në burgje. Prandaj, tiktaku, majni mend, është gjëja më të mërshme për ju. Dhe ta bëjmë edhe më të mërshëm. Ju garantoj se, edhe në Bruksel, ju e hoqët Komisionin e Integrimit, se u të merruat nga fjala e Jorida Tabakut, kryetarës Komisionit. Po ju mendoni se Shumë faleminderit për fjalën. Faleminderit, por jo të ajo foltore. Përdorni çdo mikrofon tjetër, por jo foltore në kuvendit, sepse është në kundërshtim me rregulloren për të cilën ju keni folur sot gjithë ditën. Shumë faleminderit. Atëherë po. Dakor. Përdorni foltore të tjera, jo foltore në këtij kuvendi për t'u marrë personalisht me secilin. Atëherë, pas prezantimit dy raporteve, bëhuni gati për procesin e votimit. Kalojmë procesin e votimit, hapet votimi për prezencën. Sa është prezenca? Prezenca sa? Po pra, ku del? Po ku del këtu? Jo. Okej. Gjitha jesh ilet. Po, të del. Votoni për prezencën. Atëherë 75 edhe njerë dhe me karton, numëroni me karton, ju lutem. Sa janë gjithsej? 75, 77. Pra, me elektronik dhe kartona, gjithsej janë 79, apo jo, 79. Vazhdojmë votimin e projektvendimeve. Projektvendim për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit numër 166, datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores kuvendit të Republikës Shqipërisë të ndryshuar. Para votimit po lexoj projektvendimin për disa ndryshime në vendimin e kuvendit numër 166, datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores së Kuvendit të Shqipërisë të ndryshuar. Në mbështetje të nenit 75, pika 2 të kushtetutës dhe neneve 55 dhe 117 të rregullores kuvendit, me propozim të një grupi deputetësh, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë vendosi në vendimin e kuvendit numër 166, datë 16/12/2004 për miratimin e rregullores së Kuvendit
të Republikës Shqipërisë të ndryshuar bëhen ndryshimet si më poshtë. Neni 1. Në nenin 19 bëhen këto ndryshime. Pika 1 ndryshon si më poshtë. 1. Kuvendi miraton seancë plenare ngritjen e 11 komisionet të përhershme me emërtesat dhe fushat e përgjegjësisë si më poshtë. Komisioni për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, çështjet e politikave ekonomike me përqasje ndaj tregut përbashkët evropian, buxhetin e shtetit dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tij, marrëdhëniet e punësimit, lirisë së lëvizjes punëtorëve, financat publike, privatizimet dhe sistemi bankar. Komisioni për çështjet ligjore dhe administratën publike, kodet dhe ligjet duke garantuar përputhshmërinë dhe zbatueshmërinë e tyre me standardin evropian, organizimin e pushtetit gjyqësor dhe raportimin e tij, administratën e pushtetit gjyqësor, administratën publike, institucionet pavarura në sistemin e drejtësisë. Komisioni për çështjet e brendshme dhe të mbrojtjes, çështjet e brendshme të rendit, organizimin e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare dhe publike, organizimin e forcave të armatosura dhe bashkëpunimin ushtarak, çështjet e organizimit dhe funksionimit të pushtetit vendor, emergjencat civile dhe mbrojtja nga fatkeqësitë, shërbimet sekrete. Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet, çështjet në fushën e arsimit, kërkimin shkencor, inovacionit dhe politikat e zhvillimit të sportit. Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale, çështjet lidhur me politikat shëndetësore, sigurinë shoqërore, familjen, gruan dhe çështjet për mirëqenien sociale. Komisioni për Burimet Natyrore, Infrastrukturën dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm, çështjet në fushën e energjisë, burimet natyrore dhe biodiversitetit, infrastrukturën, industrinë dhe telekomunikacionin, rregullimin e territorit, tregtinë dhe mbrojtjen e mjedisit dhe çështjet për zhvillimin e qëndrueshëm. Komisioni për të drejtat e njeriut dhe midhat e informimit publik, çështjet në fushën e drejtave dhe lirive themelore të njeriut, çështjet lidhur me veprimtarinë e mediave audiovizive dhe informimit dhe çështjet për garantimin e lirisë së shprehjes. Komisioni për Bujqësinë, Ushqimin dhe Zhvillimin Rural, çështjet e bujqësisë, blegtorisë dhe peshkimit, çështjet e zhvillimit rural, çështjet e kontrollit dhe garantimit të sigurisë ushqimore, monitorimin e zbatimit të politikave në fushën e bujqësisë dhe të sigurisë ushqimore. Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, çështjet e kulturës kombëtare dhe trashëgimisë kulturore, zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, politikat për ruajtjen e identitetit kulturor, gjuhësor të diasporës dhe të pjesëmarrjes së saj në proceset politike dhe sociale në vend. Komisioni për Europën dhe punët e jashtme, çështjet e integrimit evropian, parafrimin e legislacionit me legislacionin e Bashkimit Evropian, mbikëqyrja e zbatimit të angazhimeve që rrjedhin nga marrëveshja e stabilizim asociimit, mbikëqyrja e asistencës financiare të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, monitorimi i negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian, politikat e jashtme, marrëdhëniet dhe bashkëpunimin ndërkombëtar si dhe zbatimi i marrëveshjeve ndërkombëtare. Komisioni për nismat qytetare, bashkëpunimin dhe mbikëqyrjen institucionale, monitorimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të strategjive, rezolutave, vendimeve dhe planet të veprimit të kuvendit, shqyrtimi dhe ndjekja e nismave të qytetarëve dhe peticioneve, realizimi dhe koordinimi, mbikëqyrja dhe kontrolli i zbatimit të ligjeve nga ekzekutivi, institucionet dhe agjencitë e pavarura prej tij, përmes koordinimit të procesit parlamentar për kontrollin post-legjislativ, koordinimi i dialogut dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. Pika 2. Pas pikës 3 shtohet pika 4 me këtë përmbajtje. Pika 4. Kudo në rregulloren e kuvendit, emërtesat e komisioneve të përhershme të zëvendësohen sipas emërtesës së komisioneve të përhershme në nenin 19.1 e këtij vendimi. Neni 2. Në nenin 20 pika 3 shfuqizohet. Neni 3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. Vazhdojmë me votimin. Ky akt kërkon shumicë absolute votash. Procedura e votimit, 2 votime me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi në parim me elektronik. Mbyllet votimi, 76 pro, 76 pro me elektronik, 79 me gjithë kartonat, pra 79 me elektronik dhe kartona, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Kalojmë në votim nen për nen me kartona sipas variantit të Këshillit për rregullore mandatet dhe imunitetin. Neni 1 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 2 pro, kundër, abstenim, miratohet. Neni 3 pro, kundër, abstenim, miratohet. Kalojmë në votimin në tërësi, hapet votimin në tërësim elektronik. Sa në gjithsej? Shtatë e 6 me elektronik, 3 me kartona, në total 79 pro, 0 kundër, 0 abstenim. Miratohet projekt vendimi në tërësi. Kalojmë te projekt vendimi 2, për zgjedhjen e zëvendës kryetarëve të kuvendit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit, 1 votim elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi elektronik.
Mbyllet votimi. 75 me elektronik, 79 gjithsej. Pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Projekt vendimi i tretë për zgjedhjen e sekretariateve të Byrosë së Kuvendit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit, një votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 75 me elektronik, 79 gjithsej pro, abstenim 0, kundër 0. Projekt vendimi miratohet. Pika 4, projekt vendim për përbërjen e Byrosë së Kuvendit. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash, procedura e votimit, një votim me elektronik, votimi është i hapur, hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 77 me elektronik, 79 gjithsej. Pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Ju faleminderit, shihemi përsëri sot në seancën e orës 17:00.